Gjykata e lartë ka lënë në fuqi sekuestron e pasurisë së Artan Gaçit, vendimi dhënë nga apeli i posaçëm. Bëhet fjalë për 5512 m2 tokë ndodhur në Gjilek të Himarës në administrimin e shoqërisë AGTC, e cila rezulton të jetë Artan Gaçit, bashkëshorti të ish-ministrës së jashtme Olta Gjaçkës, ku do të ndërtojë një kompleks turistik dhe për të cilin mori statusin e investitorit strategjik nga qeveria. Sipas PAK, ish kryebashkiaku i dënuar i Himarës, Jorgo Goro, në bashkëpunim edhe me zyrtar të asaj kohe, tokën bujqësore me dokumenta false e kanë tjetërsuar nga tokë shtet në tokë private, e konkretisht në pronësi të Foto Mëhillit, i cili ishte jati i Stavri Mëhillit. Pikërisht kalimi i pronës tek Stavri Mëhilli i dha këtij të fundit të drejtën edhe për ta shitur, ku nga hetimet ka rezultuar se 10 ditë më pas, pikërisht në 25 shkurt, në llogarinë e tij kanë kaluar 12.677.600 lek nga AGTC Hotel Management, kompani kjo në emër të Artan Gaçit, shumë nga e cila kësti i parë në vlerën e 3 milion lekëve dhe është likuiduar në 25 shtatit 2019 nëpërmjet një transaksioni bankar, dhe kësti i dytë në vlerën e 9.677.600 lek është likuiduar në 25 dytit 2020. Po ashtu, në 28 mars 2024, gjykata e posaçme ka vënë në sekuestro edhe sipërfaqen tjetër prej 5080 m2, e cila rezulton në kufi me sipërfaqen prej 5512 m2 dhe që rezultoi se të dyja ishin përfituar nga investitori strategjik Artan Gaçi. SPAK nuk nisi hetim për Olta Gjaçkën e Artan Gaçin, që ishin përfituesit fundor të pronës dhe për të cilët gjykata e posaçme urdhëroi kryerjen e hetimeve.